kamera do të ketë edhe në pjesën e jashtme, por do të ketë edhe në pjesën e brendshme të shkollës, që do të detektojnë të gjitha mjetet të cilat nuk janë të lejuara të hyjnë në institucionet tona arsimore. Tani, përafërsisht do jenë rreth 600 kamera dhe përafërsisht të thuhet se do rritet siguria për rreth 14.000 nxënës. Kjo pastaj, pas fillimit në shtator, do shtrihet dhe në shkolla tjera të Tiranës dhe më pas në rrethe? Shërbimi do të shtohet në të gjitha shkollat. Sigurisht çdo punë ka nevojë të pilotohet, të ketë rekomandimet e duhura, sugjerimet e duhura dhe pas kësaj do të ketë në të gjitha, pra kamerat inteligjente do të jenë në të gjitha shkollat. Është shumë e rëndësishme të theksohet se këto kamera do të jenë të instaluara në korridoret e shkollave dhe sigurisht në ato mjedise ku lejon ligji. Nuk do të ketë kamera në klasa, sepse ky ishte një shqetësim i ngritur nga këshillat e prindërve dhe më duhet i siguroj, do të kemi kamera në mjediset e shkollës aty ku lejohet, pra aty në korridoret e shkollës, në pjesën e jashtme ku monitorohet oborri i shkollës dhe sigurisht gjithmonë duke ruajtur të drejtat dhe privatësinë e nxënësit. Sepse vetëm oficeri ka drejt aty që të ketë, le të themi, të shohë çdo gjë që ndodh. Është shumë e rëndësishme të theksojmë që çdo prind me instalimin e këtyre kamerave dhe sigurisht ai ka të drejtën dhe ne do të jemi transparent se ku do të jenë këto pamje do të jenë në mjediset e shkollës dhe në mjedisin qendror të monitorimit dhe as kërkun tjetër, është një shërbim që ofrohet gjithmonë për rritjen e sigurisë së fëmijëve në shkollat tona. Isi, zonja Osmani, ajo që, për shkakun se kjo është për herë të parë që implementohet, dhe urojmë se është një gjë e mirë, nuk është gjë e keqe, por ajo që është, le të themi, që mbetet një shqetësim për cili do është këto tani lidhen edhe me policinë që mund të jenë patrullat më të afërta, se mund të jepet sinjali, po varet se se mund të arrijë me vonesë, për shkakun. Në momentin kur kamera detekton... Se këtu është siguria, të shpejtësia. Pamjet shfaqen në kamerat brenda shkollës, pra aty ku monitorohet... Dhe shpërndahet online edhe... Sigurisht në rastin kur nuk kemi një vëmendje, marrim rastin që mund të ndodhë. Sigurisht sinjali shkon direkt në qendrën e monitorimit dhe qendra e monitorimit pastaj sigurisht ofron informacion të plot kundrejt çdo patrulle që mund të jetë afër.